Besimtarët katolik kanë nisur muajin maj kushtuar Zotës së Këshillit të Mirë, pajtorës së Shqipërisë, me shanshet në bazilikën e Nënës së Këshillit të Mirë, u ulloq nga imsot Arjan Dodoj, arkiepishku i Tiranë-Durrës. Në fjalën e tij, arkiepishku Dodoj kujtoi rëndësinë që ka për besimtarët e Krishterë Maria, e cila na fton të rizbulojmë lutjen dhe të afrohemi Krijuesin. Përballë edhe sfidave negative të përvojave të këqija të kësaj bote, të përvojave të vdekjes, sepse kush bën mëkatin është skllav i mëkatit, e fryti i mëkatit është vdekja. E pa përlymja, Nana e Këshillit Mirë, na ndihmon me çu veshtrimin ton lart drejt gjanave të qiellit, me u shput prej gjanave të tokës, si na thot edhe leximi i Ungjillit në dialogun e Jezusit me Nikodemin. Sa e vështirë është jetën tonë përditshme me pas krah të lehtë. Sa e vështirë është me pas mendjen e kthjellë. Sa e vështirë është me pas mendimet e pastra, sa e vështirë është me pas zemrën bujare. Zoti e din shumë mirë kur jetoj. Ai nuk do me na vunë sprovë, sepse kështu duke të gabuar ne gjykojmë, por na jep një ullë të bukur që është prania e një nane. E dim shumë mirë kur jemi të zhytur. E dim shumë mirë që shpesh jemi dhe të nytur. Edhe ne nuk vim këtu me dëftu një dashuri artificiale Zotës, por vim me u dorëzu si bi nevojtar për dashurinë e saj të papërlyme. Në këtë muaj të majit, atëherë edhe neve të marrim kurajon të rinisim jetën nga gjanat e bukura që na ka vjedhur kjo botë, që na kanë vjedhur instrumente teknologjike dhe me avangard e të zhvillume, po në vërtet që na kanë qurë zemrën me që ne hupme e marume. Nëse juve do të shiftni, jo vetëm niprit e ju, jo vetëm fëmijët e ju, po faktikisht sot edhe më shumë, sa orë kalojnë përballë ekranit të telefonit. Besimtarë të shumtë përgjatë gjithë muajit i drejtohen me lutje Bazilikës së Zotës së Këshillit të Mirë, rreth Kalas në Shkodër.